Si tash me principet e mia, me vlerat e mia janë të njëjtat, po ashtu të njëjtat dhe për këtë arsye e thot unë këtë vajzë e njoh mirë. Minje, do me thonë, gjanat e mia se si mendoj këto gjana po, se kemi shkrujt, kemi arrit, do me thonë, kemi shkrujt, okej, do me thonë si që më ka duk që një mirë, se si mendon gjanat. Na u kam përputh mendimet edhe kemi vendos me dal me bëj takim. Ai takim nuk ka shku si që duhet, edhe mu nuk është se ma kalon ai përshtypje me bon ai takim tjetër, sikur edhe ati mund mos i kem lënë ai përshtypje me bon ai takim tjetër, edhe është mbyll aty mas 2-3 diteve. E kemi mbyll e nuk kemi fol më për 4 vite, as nuk kemi pas kur gjë. Unë kam pas nashta në një njohje tjetër, kam njohur një person, por që mi lidhje nuk kam hyrë kurrë, as nuk kam qenë me të në lidhje, as asnjë gjë fare. Vjen këto, unë shprej, tham, nuk kam pëlqim për ty. Kur jam kanë mere, okej, mund ta kem pëlqy i person që duket bukur, duket kështu, okej. Me vitet, kalojnë vitet dhe unë kanë ndryshu pak shijet, a kupton, për shembull, kur kam qenë më vogël, më kanë pëlqyer zeshkanat, më kanë tërheqë. Sot personalisht më pëlqejnë çunat që kanë djemt që kanë sytë e kaltër, që janë bjonda, atë që kanë pak bark. Është në pëlqimet e mia, kupton? Ç'kjo është në pëlqimet e mia, po tash kjo nuk do të thotë kurrë se mund të vijë një zeshkan i mirë atë që më rrëmben edhe më ban me harru i bjond me sytë kaltër, a kupton? Nuk është se po them unë duvesh që bjond sytë kaltër me bark, jo. Por që unë thjesht e kam shpreh, është sot shijet e mia janë kështu dhe unë po i shpreh, po jo që me të shku kundër ty, se dhe ai super çun është i mirë, nuk ka kur gjë këto. Unë për momentin nuk kam pëlqim për atë njeri. Edhe përderisa ai na kanë këtu, kam thënë, nuk kam pëlqim, s'kam desh me shfrytëzuar ose me thënë, a pim një kafe, nuk e pim, se kam ditë që keq kuptohet jashtë, njerëzit thonë, si ti po thu, nuk kam pëlqim, a keni pi shkon nga pas, keni po flet, thjesht kam dashur me marr distancën, bëj lojën tane, unë pe bëj timën edhe kaq. Por në momentin që një person vazhdon thotë, kam pëlqim, edhe unë gjithmonë rries tepër, atëherë them, okej, me qenë se ky u mbet të thonë se ka pëlqim, atëherë ndoshta ka pëlqim me të vërtetë, si kam pas dyshimet e mia, ndoshta ka pëlqim me të vërtetë, dhe me qenë se gjithmonë e kam, domethënë e kam evitu dhe nuk ja kam jap një mundësi për ta njoft, okej, jap mundësinë për ta njoft. Atje, tek esenca e asaj surprize, ke pyetja që ma bëri nalt. Nuk e përqafimi, ke pyetja që ma bëri nalt, tha, a ma jep një mundësi, edhe unë i thash, mundësinë për të njoft, po, ta dha. Edhe dhe me thonë përgjigja surprizës ke, po, ta dha mundësinë për të njoft. Me qenë se unë edhe ai nuk është se kina nejt, kur herë nuk kemi ullë me fol në gjë për lojën, ose me fol për gjanat tona, kemi fol shumë pak, 2-3 herë, po kemi fol shumë pak, nuk është se kemi kriju në afirmitet. Në momentin që unë krijoj afirmitet me një person... Dhe ti flet për këtë lloj njohje? Jo, nuk flas për këtë. Në momentin që unë krijoj një afirmitet me një person, në momentin që unë krijoj një afirmitet, unë vjen spontanisht, adin me ka për qaf, adin për një gjë vjen spontanisht. Po në atë moment kisha siklet edhe nuk u vike me ka për qafë, se isha në siklet, adin mu do ke sikur du të me ba me pa tjetër, se du të me ba, jo, unë tash po, ke, dhe me thonë esenca e surprizës, ke ajo pyetja, asaj pyetje thash po, thash të jap një mundësi për të njoft, në atë moment nuk e ndjeva për me ta për qafimin, falenderova këngëtarët, i thash, ja uroj ditëlindjen babit tënd, gjë e respektueshme, adin me qenë se babi vetë e pat ditëlindjen atë natë, unë prapë se prapë e bën atë mirë, nuk është se hedha në kosh dhe thash, adin a kupton, pastaj nëse mu bën një dhuratë, sikur për shembull një person mund të ta falë një qenush, edhe ti qenushit t'ja lë me emrin Lara, dhe ti thu, jo Lara nuk du m'ja lënë emrin Boli, se ke që m'ja lënë emrin Boli, shpurtimin e emrit të vet. Po mirë, po Teo është ai, sa është më Teo. Dhe ke përballë një person që ka shpreh pëlqim, po këtë pyetjen, se kjo nuk më qëndron mua. Pyetjen ma jep një mundësi. Nuk ta bëri një njeri dosi këtu brenda erdhi Kristi. Dhe më jep një mundësi për të njohur që s'ka shpreh fare pëlqim për ty. Po ta bëri Mateo që ka shprehur pëlqim për ty. Dhe mundësia e njohjes se një djali që thot më pëlqen. Ku do përshkallëzoj? Ku është objektivi për të bërë ta pëlqesh? Po mirë në rregull, unë për momentin nuk e pëlqej. Por? Mund mos ta pëlqej mas re, po mund ndashta gjana ndryshe nuk i dihet gjanës. Ama unë për momentin e di që unë për momentin jam e vendos që nuk kam pëlqen për atë njeri, dhe kaq. E them, ja kam thënë, nuk ka ndryshuar gjë. Po mirë, ai të bën një pyetje, një njeri që të pëlqen më jep një mundësi. Dhe dihet shumë mirë që do për këtë gjën, dhe ti duke qenë në mënyrë konsistente që i ke thënë nuk më pëlqen, dhe mbyllim këtu këtë histori, mbyllet, nuk flas më andi po këtë,
ti sot vendos që ti japësh një mundësi për ta njohur, kur di shumë mirë që përballë po ta kërkon mundësinë një person që të pëlqen dhe ai personi që ti i ke mbyll këtë bisedën. Për ta njohur. Për ta njohur. Po si për ta njohur? Për ta njohur siç njeh mua? Për ta njohur. Si për ta Si njohur? person, për ta njohur. Po ti ja ke mbyll disa herë sepse ai thotë si e një punë. Do thënë ka shumë gjëra që nuk Ta shpjegova ata o Kristi, veç një sekond. Janë shumë në kundërshtim me njëra tjetrën. Veç Dhe një nuk po sekond. përgjigje pyetjes. A ke dikë jashtë? Kristi, veç një sekond, tash. Unë nuk e kam problem, në qoftë se unë kisha pas dikë jashtë me hyrë mbrenda dhe me thonë, shif se kam një person jashtë edhe kishte qenë më mirë se i kisha mbajt njerëzit larg, kisha bë lojën time, i kisha bë gjanet e mia, edhe e kisha pas përgjigje për ta pa u vënë si kisha thënë shif se kam një person jashtë. Tash, i person jashtë që pret jashtë. U bo një muj e gjys. Erdhë kjo surprizë dhe unë i thash po thash t'jap një mundësi për t'njoft. Qa bën ai rrin si pishpirik atje dhe pret dhe shikon kështu? Nuk janë budall njerëz, o Kristi. Diçka me pas gjanat, o Kristi, gjanat jashtë ai do dalin. të vazhdosh eksperiencën. Unë para se mu fut këtu mrena, unë jam marrë për Tajland, unë kam nejt një muj ditë Tajland, kam qenë e stresume, jam marrë, kam shku, kam nejt me familjen time. Është një periudhë që unë as në bergje nuk më ka shku për me folë se me pas një njofje me i mashkull. Këto 3 muajt e fundit është një periudhë që Po të pyes shumë miqësisht. Po, edhe unë shumë sinqerisht po ta kallëzoj. Këto 3 muajt e fundit është një periudhë që as në mene nuk më ka shku, me pas një njofje me i mashkull, kam pas sa probleme, sa streset mia, me familje, me gjana. Nuk e kam problem me pranun që fse kam një person jashtë, se edhe me qenë një person jashtë, ai nuk rrin si pishpirik, qarrin e mbyll gojën kështu dhe rrin, dhe më shem mu t'u njeftu me dikë tjetër, se më shem mu tjetëri t'u marrë nga pas dhe e rrin aty si pishpirik, del mër vlla se nuk i intereson, del, njëri acarot, shqiptari e na gjak nxej, del, thotë, o, kush është ai, qa po bën ai ashtu, del, kish dal, kishin shpërthy gjanat si na, dhe me thonë, me i program që është ma i përfolur në shqiptari, gjanat dalin jashtë, i kanë dalë dikujna kur u kanë martume, fejume, i kanë dalë videot e gjanat dhe s'po ndalin mu. Unë kur kam ju këtu mrena, kam ditë shumë mirë ku po futëm edhe unë e parë se me u fut këtu mrena, unë e kam siguru vetë vetën që nuk flas me askën dhe s'kam asi gjë me askën, se s'du më mdal asi presje me dikë tjetër, se kur nuk kam, kaq, a kupton? Kështu që kur jam fut këtu mrena, unë jam fut komplet e pastër, pasi gjët lanë me pas, se po dhe për ta kisha lanë, do isha po ashtu e pastër, po e kisha pranu, e kisha thorë, kam një person jashtë, e kisha respektu edhe atë personin, që kur dale kisha post edhe marrëdhënie mirë me atë personin, se e kisha respektu, si më duket mu më pa familja ti mu. Çfarë që ti ke bërë, hap pas hapi, që ke qenë kaq e mbatur dhe kaq strikt. Po kështu jam me çdo mashkull, o Kristi. Kjo është në rregull, më thënë, ti je shumë në rregull me këtë pjesë. Dhe nëse do të kesh dikë jashtë, prapë je shumë në rregull. Gjatë gjithë kësaj kohe, vetëm nuk më qëndron pyetja. Që ai të bëri dhe përgjigja jote. Dhe di si më duket? Sigur tani ke vendosur ta luash. Ke vendosur ta luash marrëdhënien me Mateon. Nëse gjithmonë i kam ikur, nuk ja kam jap mundësinë me njoft. Persona që nashta